Falënderimet e adhurimet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Salavat dhe selamat i dërgojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, sinqert besnik, dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jemi në hutbën e fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, të këtij mysafiri të bekat. Dhe jemi në ciklin e ligjëratave si të sillemi me Allahun azza wa jall. Dhe këtë hutbë e kam vendosur të flas në kuadër të këtij cikli si të sillemi me Allahun azza wa jall pas Ramazanit. Nga se nëse kujtohet hutbën e parë kemi pas si të sillemi me Allahun në Ramazan. Çështja e parë që duhet të pas parasysh është Allahu azza wa jall është një i pashoq i vetëm në adhurim. Allahu është ai i cili është i gjallë, i përgjithshëm dhe nuk vdesur. Çdo gjë në këtë dunjë e ka një fillim dhe mbarim. Për të arsye Abu Bekri radhiyallahu anhu për të qetësuar muslimanët në Medinë, në rastin e vdekjes së pejgamberit alayhis salam tha: "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhamedi është pejgamberi i Allahut. Edhe para këtij ka pas pejgamberë dhe kanë shkuar apo kanë vdekur. Pastaj tha: "Men kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Fa ai cili deri tash ka udhëruar Muhammedin, le ta dijë mirë, dhe ta kuptojë që ai tash nuk ka shpesën tonë ka vdekur. Ai cili ka qenë robi i Allahut dhe ka adhuruar Allahun azza wa jall, le ta dijë që Allahu është gjallë, edhe nuk vdes kur subhanahu wa ta'ala. Që do thot, ai i cili e ka adhuruar Ramazanin, apo ka qenë Ramazanxhi, i ka nejtë vakteve gati në Ramazan, i ka nejtë agjerimin gati të ravive dhe si ka orë bajrami, më nuk e kipon gjami vesh të këtu këtë një gjuma. Ky person nuk e ka kuptu të drejt, nuk e ka kuptu drejt të qenë në drubi Allah të zëvgjër. Nëse Allah nuk ka kërku prej neve të adhurojmë Zotin për intervale kohore, por jemi rob të Allahut që nga vetëdijësimi hyrën e pubertet deri në momentin kur të dalim për Allahut azza wa jall. Për të arsye ka thënë Zoti xhelalu ala: "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin ton derisa të arrijë e vërteta. E vërteta bashkan ç'osh vdekja dhe takimi me melekun e vdekjes. Andaj nuk do thotë që me mbarimin e Ramazanit ka mbaruar leximin e Kuranit. Me mbarimin e Ramazanit ka mbaruar sadakaja e mosha. Me mbarimin e Ramazanit ka mbaruar namazin, edhe gjërat e tjera. Thjesht duhet të jemi të vazhdueshëm në këtë çështje. Çështja e dytë, si të zgjidhim me Allahun azza wa jall, është nëse dëshiron me qenë rob i Zotit që dëshiron dhe i zgjedhur, patjetër duhet me vazhdues këtë tempo. Është e vërtetë. Tempo që ka qenë Ramazan nuk mujtet me qenë aktive edhe jashtë Ramazanit. Këtë nuk mujt me bu as hoxha, as haxhia. Është normale. Jashtë Ramazanit ndryshon procesi i jetës, ndryshojnë gjëra dhe është më vështirë me mbajtur këtë tempo, ama jo është me çu kur ka problem. Pse më vonë të ndërrohet vëllazër? Nga se me këtë tempo nëse mbami evitojmë epitetin të çelrit e vija i Allahut azza wa jall. Robi i zgjedhur i Zotit. E çka fiton ai zgjidhur duhet robi i zgjedhur i Allahut azza wa jall? E fiton Allahu ata që Allahu tha: "Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah. La tabdila li kalimati Allah, dhalika huwa al-fawz al-'azim." Për e vijat e Zotit, robët e Allahut azza wa jall, pra s'ka për ta as frikë, as nuk ka dëshpërim. Nuk ka frikë këtë dunja, kur vjen me lekë me amor shpirtin. Nuk ka frikë për të dunja kur del nga kjo botë dhe vdes, dhe nuk ka dëshpërim botën tjetër, po të dalë ka Allahu azza wa jall. Kush janë ata? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Janë ata që i kanë besuar fuqishëm Allahut dhe këtë besim e kanë dëshmuar me frikë respekt edhe dëshmitë e Zotit. Ka përgatitur Allahu për ta, lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Për ta ka me pas përgëzime këtë botë botën tjetër. Elementi i tretë që duhet të pas parasysh si të sillemi me Allahun azza wa jall pas Ramazanit është patjetër duhet me apo vetë synim
një punë, sa të qoftë e vogël, me bo vazhdimisht. Mos me bo vetëm në periudhë caktuar, po me qenë puna vazhdimisht aktive edhe nëse është e vogël, qoftë sadaka apo qoftë edhe diçka tjetër. Për shkak se ka thënë pejgamberi alayhis salam, "Ahabbu al-amali ila Allah al-wadha wa in qall." Veprat më të dashura te Allahu azza wa jall janë ato vepra që janë të vazhdueshme, edhe nëse janë të pakta. Elementi i tretë është pasi Ramazani u bë sebeb për me mësuar që për një punë ku dush ka bëu me kualitet, por një ku dush ka punën me buzëkohie, atëherë këtë ka kualitet që kemi përfituar në Ramazan, duhet ta ruajmë, do të thotë edhe pas Ramazanit. Për të arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Inna Allaha yuhibbu min al-'abdi idha 'amila 'amalan an yatqalahu." Allahu azza wa jall ka qef për robët vetë, pra nëse e bën një punë mirë, ka qef me përshos për atë. E katërta është këtë bukuri që kemi marrë Ramazan, mos ta prishmi pas Ramazanit, si ato gra që ndisin, jeleka apo diçka tjetër, mos ta përfundojmë punën, i bim pishmon, pastaj e prishin ato që e kanë ndërtuar. Për ta thënë Allahu ala takunu kallatina qadhat aslami ba'd. Mos u bën si ato gra të cilat e ndërtojnë apo marrojnë diçka e kur vim përfundim ja nisin me e shprish ato çka kanë gjem apo ato çka kanë qenë apo e kanë marrur. Gjithashtu do të pas parasysh se Allahu adhuroi ka thënë edhe çështën negative të kësaj ane të kësaj çështje. Ato njerëz që e adhurojnë Zotin me modyshje. Çka i bën me adhuru Zotin me modyshje? I bën me adhuru Zotin nga thyera. Nëse Ramazan ka pas shumë iftare, kia ka nis kalinu. Wallahu na stiloj po që 5 iftare që kanë thirrën, pas bile po të thirrën në iftar, dino. Ramazan e kalon 2 herë kanë thirrën, 2 herë kalinu. Si vjen 5 iftare ka pas, veç 5 herë kalinu. Ai ka tani thot, "Në pasin të kushtora, pa pas shalom me një hiç." Po pas e thirrën, marr me shku parin. Edhe pse nuk e di, ma kalinu më veç të shku po shkon njerëz. Kjo është raport me Zotin Allahu. Edhe sa çka thot Ramazan pa atmosferë, ke interesi më folë se valë astralija të shëtë. Allah për ta ka thënën, o me në nësi me ja'budu Allah ala harf, ka për njerën që abojnë Zotin me dyshje, e i nësabë u khajrë, itma ennebe, nëse e godet një mirë qëtësor, i ka për në dyzen, Ramazani për e qëtë, mirë, edhe une po ishë këtë tren, edhe une po ishë këtë tren, me i nësabë u fitne, in kaleba ala wajhbihi, nëse pak i lekundet, jeta, sprova, buxheti, ky njeri kthehet në gjendjen reale, të ditë më pashme, atë gjendje ka ditë dhe Zotit dhe askuqet. Çka bëhet me to Zot, pasi në dunia wal akhira, dhalika huwa al-khusran al-mubin, ky njeri ka humbur edhe dunjon, edhe ahiretin, dhe kjo është humbja më e madhe. Andaj të bëhemi robë të Zotit edhe pas Ramazanit, të adhurojmë Zotin dhe mos të vdesim ndryshe poshtë duke qenë musliman. Nga se Allahu ka thënë, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe që keni besuar Allahun, friksoni Allahun me një frikë respekt, që me këtë Zotin më friksu, edhe mos mendoni me vdek ndryshe, poshtë duke qenë musliman. Elusme Allahun që i badet që i moshë të timoj, Allahu të në pranon. Amin, amin, amin. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم فيما قلت وما سمعتم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.